është një potencial i jashtëzakonshëm që Kosova, Universiteti i Prishtinës e ka të shpërndar gjithandej nëpër botë. Ky potencial ne duhet të jemi të vetëdijshëm që ka një afat skadence dhe që ta shfrytëzojmë momentumin që ta bëjmë më të mirën e mundshme duke e lidh këtë potencial akademik që kemi të shpërndar, po edhe të dëshmuar gjithandej nëpër universitete me renomi botërore, që ta lidhim me Universitetin e Prishtinës, me vendin tonë dhe që të mëtojmë, zhvillojmë programe, projekte kërkimore, zhvillimore së bashku. Andaj edhe vetë emërtimi Forumit Diaspora Akademike bashkë në shkencën besoj e përthekën e përshkruan bukur mirë këtë potencial. Ne kemi profesor që janë fushat e shkencave kompjuterike, kemi profesor që janë fushat e shkencave të mjekësisë, deri tek shkencat shoqërore e humane, pra paleta është gjithëpërfshirëse. Shpresoj që numri i të asociuarve me Universitetin e Prishtinës për diasporës akademike do të vijë dhe do të rritet. Diaspora jonë padyshim se është një ndër asetet më të çmuara të Kosovës. Në universitetet, institucionet kërkimore dhe qendra inovacioni në mbar botën, diaspora jonë përfaqëson me dignitet potencialin intelektual të vendit tonë dhe kontribon në zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë dhe shumë fushave të tjera që janë të dobishme për vendin. Kosova ka theksuar vazhdimisht rëndësinë e forcimit të lidhjeve ndërmjet universiteteve dhe diasporës akademike, duke konsideruar këtë bashkëpunim një prioritet të zhvillimit afatgjatë. Ky forum padyshim se është një urë lidhëse që lidh dijen me zhvillimin, përvojën ndërkombëtare me nevojat e Kosovës dhe njerëzit me idetë në mënyrë që të ndërtojmë një strategji më të mirë për të ardhmen. Andaj le ta shfrytëzojmë këtë forum për të krijuar partneritete të reja, për të frymëzuar brezat e ri dhe për ta bërë bashkëpunimin ndërmjet diasporës akademike dhe institucioneve tona gjithnjë e më të qëndrueshëm. Ky njësit kish me funksionu përmes dy funksioneve bazike ose thelbësore. E para është ajo e lidhjes së vendit, specifikisht Universitetit të Prishtinës me diasporën akademike. Qysh mundet me u bë kjo? Në fakt kemi mendu tuj po edhe në praktika që përmenda dhe mere Prishteteve, universiteteve, instituteve të tjera në përbot, jënë disa mekanizma, disa mundësi se qysh mundet kënjësit ose UP-ja me bu këtë, që përmes rjetizimit, mentorshipit, mobilitetit e partneriteteve të shumta. Ndërsa funksioni i dytë është me thonë kështu me prodhu dije, e aty hen kërkimet shkencore, publikimet dhe analizat të cilat mbështesin akademin, po edhe politik bërje. Është shumë e rëndësi, ani pse na si partner, normalisht e kemi edhe atë rolin tonë, është shumë mirë po thëmë prapë potencojmë gjatë kësaj, që gjithmonë partnerët po institucionet udhëhecë lidere në këto procese, me qenë pronor në kuptimin po ashtu edhe financiar, që pavarësisht kontributeve mos me u varë e as zhvillimi, po as mirëmbajtja që do të qohë procesi ose institucioni prej akterëve të jashtëm, në sensin që na jemi me dot skadence ko gjatë vogël si projekte në zhvillim ndërkombëtar, e zakonisht mundet me qenë e rrezikshme.